protestën që vazhdon në Tiranë, në bulevard përballë kryeministrisë, më pas marshimit kryesor në rrugët e kryeqytetit. Ende nuk dihet si do të vazhdoj më tej, po bëhet gati më shumë se 2 javë është një njëjti skenar. Megjithatë, sot do ta trajtojmë një aspekt tjetër përveç atij politik, edhe një aspekt sociologjik, dhe kam kënaqësinë që të kemi të ftuar profesor doktor zotin Fadil Maloku. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje nga Faleminderit. Profesor, një protestë kundër, mund të themi, një projekti e cila më pas doli kundër establishmentit, por ju si keni parë me veçoritë e saj të protestë? Të thënë drejtën, unë këtë farë vlimi, apo këtë farë zgjimi, si me thonë, apo gjallërimi të qytetarisë në Shqipëri, mund të interpretojmë si një produkti ndërthurës së shumë faktorë. E para në kuptimin sociologjik tek protesta unë shoh një lloj krize evidente të mospërfaqësimit të shumë shtresave në projektin e asaj që ju përmendët, që është identifikuar nga ana e këtij establishmentit që ka qeverisë tanishme me emrin Rilindia, që duket që në esencë nuk prodhoi asgjë. Dhe e dyta, unë e shoh këtë si një procesi i vetë kërkimit, themi kështu, kërkimi një lloj identiteti tri qytetar, i cili është duke këmbgul me aktin edhe faktin e zgjatjes së protestave për një standard tipik evropian, ku do të sundoj ligji, ku do të ketë media të lira, ku do të ketë, domethënë, një frymë e re e cila është kompatibile me proceset dhe zhvillimet aktuale që janë të ndodhur në botën. Nga se kujtoj që qeverisja këto sa më vjen 36 vite që jeni duke ndërtuar më herët demokracinë, në sytë e qytetarëve unë shoh një lloj zhgënjimi, edhe kjo farë odisejade, si të themi, e revoltës, kur t'i shtojmë edhe frustrimin edhe akumulimin që është bërë gjatë tyre gati 3 dekadave, atëherë mund të kuptojmë se kemi një farë trajtimi të qytetarisë si një lloj, si të themi, një lloj kopje tashuj kështu postmoderne, ku qeveritarët në vend që të qeverisin dhe të jenë shërbim të institucioneve dhe qytetarit, ata në fakt pushtetin e kanë shfrytzuar për të krijuar një, si me thonë, një klasë që është identike edhe në Kosovë, një procesi. Pra për herë parë në Shqipëri, gjykimin tem, instalimi e krijimi i klasës kapitaliste ka ardhur si rezultat i monopolit mbi pushtetin, e jo një demokracie të lirë ku na kemë përvojën e shumë shtete demokratike, ku demokracia dhe kapitalizmi instalohet në bazë të disa norma, rregulla dhe vlerave të cilat janë, domethënë, përgjithë. Ndërkaq këtu tek ju, në shumicën e vendeve postkomuniste, vrem që pushteti politik ka shërbyer si duke pas monopol të krijojë një klasë të re, e cila për këto 3 dekada në gjykimin tim e ka keq përdorur edhe ka keq menaxhuar dhe ka qenë jo në shërbim të gjithë qytetarëve të Shqipërisë, por në në funksion të oligarkëve, mafis. Pra, shkurt, shoqëria shqiptare në gjykimin tim është një shoqëri e cila me faktin e qeverisjes prej vitit 1997 e kanë ditë. Gjitha qeveritë, pa dallim, në një farë mënyre janë të inkriminuara edhe kanë keqpërdor pra pushtetin, nuk e kanë përdorur për mirëqenien e qytetarëve, për ndërtimin e arkitekturës së asaj që është quhet edhe identifikohet gjithkur në botën demokratike si vlerë, si domethënë ku qytetari, vendimmarrja e qytetarit është si më thon vendimtar. Ndërkaq në Kosovë, po edhe në Shqipëri sidomos, tash në Shqipëri është pak më specifike se ka dalë prej një sistemi shumë më,
si me thonë, ka qenë një sistem tipik stalinist. Tek ne ka qenë një tjetër sistem i cili ka qenë pak a shumë ma liberal. Por problemet janë pothuajse identike. Pra, nëse kjo odisejat apo kjo protestë kuptojmë se ka pasur keqpërdorim dhe manipulim që në kuptimin është manifestuar në shumë sfera. Sferën politike, në sferën ekonomike, në sferën sociale, në sferën kulturore. Sferën sociale, për shembull, i ka thelluar dallimet midis shtresave, apo me përdor konceptin mes klasëve. Në fakt, profesor, se po i ndërpresat, ky duket sikur është shansi i fundit i shtresës së mesme, sepse ajo është më shumë se përfaqëson këtë protestë. Po aty ka një konglomerat interesash. Tashti duhet bërë një analizë aty, por kur përmenda këto sfera, desha ta ilustroj faktin se ku është manifestuar më shumë. Për shembull, në sferën politike nuk e ka instaluar, si me thonë, atë kriterin e meritokracisë, por më shumë ka ardhur në funksion besimi në karizmën e ideologjisë edhe të kryetarit të partisë, se sa në vlerat të cilat i stimulon demokracia, pra meritokracia. Më shumë kanë udhëhequr servil, poltronët, nepotistët, oligarkët, tashti sfundi tutte ju duhet me shtu edhe elementin e krimit, pra edhe mafia duke bashkëpunuar në trekëndsh pushtet, mafi edhe ky grupimi tjetër i oligarkëve. Pra ky trekëndsh e ka damtuar demokracinë shqiptare dhe në gjykimin tim këto protesta janë produkte edhe këtij farë koalicionit të themi thojza, kësaj farë marrëveshje e cila e ka damtuar demokracinë kosovare. Profesor, ju keni bërë një shkrim shumë të bukur në ndjesën ndërpreva, ngrihen me nisur një nga sloganet, nga pankartat, ngrihuni jo të munduar, duke e shtjelluar komplet edhe, domethënë, gjithë atë të periudhën e këtij tranzicioni post 90-s. Po, unë e kam marrë se mëra rastisht si edhe mundu me zbërthy, ngrihuni jo të munduar, ose në manifestin e Partisë Komuniste të Karl Marxit, ose nëse ju ti e gjenerat e reja nuk e din, për është një slogan, një parollë, proletarë të gjitha vendeve bashkohemi. Pra është një lloj metafore, e cila në kuptimin tim ka shërby si me thonë, si slogan për të mobilizuar shtresat e gjërat cilat kanë qenë të atakura, të gjithë pakënaqërit, edhe ajo çka është ma, si me thonë, shpresdhënëse, fascinante në krejt këtë demonstrim qytetrues në gjykimin tim, për ta shem këtë diktaturë të mënyrë të qeverisjes që në jashtësi e ka formën e demokracisë, mirë po në brendësi është ndërtuar një lloj autokracie ku nuk qeveria nuk kujdeset për, si me thonë, për ta rindërtuar shtetin, por më shumë është interesuar në këto 3 mandate që ka marrë kjo qeveri, krye me Edi Ramën, de facto edhe periure më shumë ka qenë interesuar që ta mirëmbajë pushtetin edhe t'i ushqej, do të thonë, edhe mafien edhe oligarkët. Pra, ky trekëndsh është pengesë serioze dhe unë e gjykoj edhe shpresoj edhe do të doja që krejt kjo arkitekturë të shembet edhe të vinë gjenerata e re. Mos harrojmë edhe një fakt, zotë delegar, kem shqiptarët e Shqipërisë edhe shqiptarët e Kosovës me demografi janë popull shumë i ri. Në Kosovë mosha mesatare është diku 27-28. Edhe te ju diku që aty nuk besoj për të 28 që kanë. Paramendoni shoqëri që ka një moshë kaq mesatare. Në tërësi ata që kanë ikur, se këta që kanë mbetur në Shqipëri mosha mesatare ka përcent mbi 47 e lartë, për fat keq. Po, se kontingjentet e reja që nuk kanë mundur ta gjejnë veten në këtë arkitekturën, këtë grehinën e, si me thonë, e oligarkisë edhe të autokracisë,
de facto de jure ata kanë migruar dhe unë besoj që ata njerëz që kanë shkuar atje për këto 3-4 dekada. Shiko, 4 dekada aty janë 2 breza në gjykimin tim. Edhe fëmijët e atyre që kanë shkuar në fillim, më kujtohen ato skenat e 97-s, ato kacavirët me përanijet, ata me siguri kanë kryer familje dhe fëmijët e tyre kanë krijuar, si me thonë, kanë marrë grada shkencore edhe ata e dinë si tremi. Edhe unë mendoj që kjo është, si me thonë, është shpresa e fundit që ky kontingjent i gjeneratës dytë që ka emigru të kthehet edhe ta shfrytëzojë maksimalisht protestën. Ne e pam dhe kam informacionin që edhe në Angli, edhe në Itali, edhe në vende tjera. Në shumë vende. Arsutimet që i bën qeveri, unë jam të dëgjuar edhe 2 anë, do të thonë edhe këto prononcimet që i bën her pas here dirama, ato janë atë shesharake, sa që në gjykimin tim, ato janë në fakt e dirama është vetëm nuk e bler kohë. Unë mendoj edhe shpresoj që kjo qeveri, po edhe opozita, se edhe opozita këtu nuk është pa mëkate, nuk po du me amnestua se ta. Të 2 palët kanë, si me thonë, kanë... Nuk më dhe pankarta është Ramanburg, Berishamburg. Po, edhe kjo është e mira e kësaj se të thotë protesta është një lloj, është edhe një porosie, një etike, një morali të ri, pra një Shqipëri e tre e cila duhet të ribëhet. Unë kam dëgjuar edhe janë tjera pak më ekstreme, se në Shqipëri në këto 3 dekada unë kam vrejt, se unë kam edhe një pronë, negociata me marrë dhe shtetësinë shqiptare, e kam vrejt një farë zbehje të, si me thonë, këti elementit të nacionalizmit. Kjo protest, gjykimin tim, i alarmon të gjithë, edhe nuk kanë të drejtë ata që thonë se nacionalizmi është strehë e horrave, kjo fjalia e famshme. Në gjykimin tim, kjo tash fakti dhe akti që janë alarmu të gjitha shtresat, nga të gjitha trojet, ka shqiptarë Shqipërisë, të Çamarisë, Preshevës, të Maqedonisë, Shqipërisë, Malit të Zi. Pra, gjithandej edhe kanë, veç frigohem e kanë një frikë që në rast se pushteti apo opozita do të mundohet ta fusat virusin e përçarjes. Aja thënia e famshme divide et impera, përçarje dhe sundo. Në rast se ky projekt, kjo lëvizje tektonike fillon me mendu për privilegjet e ardhshme të një pushteti të ri hipotetik, atëherë unë mendoj që kjo është rrezik. Por duke parë ta të ri që nuk kanë hipotekat shkaluarës, kanë vetëm një vizion. Kanë vizioni që Shqipëria më bë e mirë, Shqipëria një Shqipëri e re. Se mos themi edhe një Shqipëri etnike në tarmin me pas së shpresë. Për shkak se synimi, ambicia, po edhe refleksioni shqiptarë, bile sidomos tek ne në Kosovë, është gjallë, edhe ne shpresojmë që Kosova nuk e ka finalizuar projektin e vet të shtetësisë, në rast se ka pengesa serioze. Atëherë pse mos të hapim kartat, pse mos ta shqyrtojmë edhe punën e bashkimit kombëtar, bashkimin në kuptimin se ka këtu shumë keq kuptime. Disa mendojnë që bashkimi mund të bëhet edhe përmes bashkisë evropiane, integrim. Mirë po, mos harrojmë, bashkia evropiane si arkitekturë, që unë i them studentëve, është një si me thonë, një ndërtesë e ftoftë ku secili ka, si me thonë, ato ingerencat e veta, ka ambientin e vet. Tema e kthimi ka fuqizimi i shtetit, një shtet kombëtar jam të folë, unë mendoj që është në horizont, duke bazuar edhe në këto ndryshime tektonike që janë të ndodhur. Ajo që ka në nevojit e neve shqiptarëve në Shqipëri, në Maqedoni, edhe në Kosovë. Këto ndryshime, kjo revolt për Maqedoninë, Tiranë, do të thënë shpiknisja, hapja rrugës për një bashkim kombëtar, këtu do të ndalet bani komentuajnë edhe për deklaratën e kryeministrit që ka kritikuar
duke i cilësuar që po hedhin gujin dhe po fshehin dorë nga Tetova e më the thash, kanë të drejtë shqiptarët në trevat e tjera që të shqetësohen për atë që po ndodh edhe të marrin pjesë në Tiranë? Zotri, ta sqarojmë një punë. Edi Rama në mos pare nuk është shqiptar. Duhet ta them publikisht. Edhe mbaj përgjithësi këtë që po flas. Ai thuhet që është shqiptar, po është të punu kundër interesit shqiptar. Dhe ai duhet të shkojë në histori. Gjykimin tim, sa më shpejt që të shkoj, as më mirë për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Këto janë arsyetime banale. Ne shqiptarë nuk duhet ta fshihim. Ka kohë që ta shpalosim edhe idenë dhe konceptin e bashkisë, e bashkimit. Çfarë forme do të merr, si do të shkoj? Këtë nuk e di. Por kur përmenda idenë dhe konceptin e bashkimit përmes kësaj arkitekturës së bashkisë evropiane, tu ka dilema të mëdha. Mas pari në Bruksel ne jemi dëshmitar që të ndodhë dy procese. Një proces dezintegrues edhe një integrues. Fakti dhe akti që Amerika nuk është, apo kjo administratë themi ma konkretisht, nuk është bërë një farë përkujdesje të mateme, prej pas luftës e këndej, luftës dytë botërore këndej, Amerika është përkujdes për krejt, si me thonë, proceset dhe zhvillimet që kanë ndodhur në Evropë. Fakti dhe akta që Amerika, apo kjo administratë, është duke u tërhequr prej ambicjeve për ta menaxhuar apo për ta bërë një farë bikqyrje ushtarake, politike, ekonomike, sociale, kulturore mbi Evropën, kjo ta jep një mesazh që ti tash duhet të kesh edhe një opsion, por një opsion, një alternativë tjetër. Ne nuk duhet të heqim dorë nga integrimet evropiane, nuk po them, por ta kemi edhe planin B. Këtë plan B duhet ta bëj Akademia Mjeresht, andej e këndej Kufiri, ne i kem dy akademi senile, i kem doplet senil, që marrin pagat majme, edhe nuk prodhojnë asgjë. Por duke llogaritur këto kontingjentet e reja, që kanë marrë përgatitje, jashtë edhe brenda vendit, që kanë vizion, kanë, si me thonë, kanë njohje, po kanë ide, po kanë edhe vullnet për ta çuar përpara dhe për ta bërë Shqipërinë një Shqipëri të re, ku do të instalojë si me thonë, me masa milimetrike vlera, sistemi i demokracisë, çato standarde që i ka Evropa. Ne nuk po kërkojmë as më shumë as më pak. Mirë, po Shqipërisë ti më nëshmi thonë demokratike, po Shqipëria nuk është demokratike. Në këto 4 dekada në gjykimin tim, Shqipëria ka dëshmuar që është një kapitalizëm i egër, një kapitalizëm grabitçar, ku pushteti është shfrytzuar për të krijuar këtë klasën e re. Bilet e ju, ky fenomen është më i theksuar, për shkak se periudha e Xhaxhit Enver ka qenë një periudhë ku ky fenomeni e egalitarizmit ka qenë i shtrirë në gjitha sferat, edhe horizontalisht edhe vertikalisht. 97 që këndej ka kriju një masë kritike, edhe ardhja e këtyre garniturave, këto filloi prej Sali Berishës, deri te ky fundit, të gjithë janë me mëkate, dhe këto mëkate janë të natyrës së, si me thonë, të krimit, korrupsionit, skandaleve. Pra këto e kanë deformuar pamjen, idenë, konceptin, ambicien edhe vlerën e demokracisë. Profesor, të lutem, kam edhe diçka të fundit. Sipas studimeve sociologjike, cili është fundi i një proteste pa kokë? Fundi, kjo është, e keni bërë një pyetje interesante. Në bazë të analizë dhe bazë përvojës si përcjell të fenomenin në gjithë botën. Protestat që përmena pak të torazin, në kuptimin që në rast se protesta arrin ta mirëmbaj kohezionin e mbrëmshëm, unë nuk e di kush janë ata, me siguri do të ketë dikush që në gjykimin tim ja don të mirën e Shqipërisë. Nuk du me dëshu që ka dhe grupe tjera, nuk po i përjashtoj, por ata ndoshta janë diku në periferi dhe presin një moment. Por në gjykimin tim, sa më shumë që zgjat protesta, sa më masovike që të bëhet, as më shumë rritet, dhe me thonë edhe ambicia, synimi që kjo proces, që kjo protest, kjo revolt, qytetruesi, ky vlerë, ky gjallërim,
emocional, politik, ekonomik, do të qëjtë dhe në fund këtë projekcionin edhe idenë për të bërë një Shqipëri 3, pastaj në mund t'janë në gjesë me emnin si të dojmë, Shqipëri etnike, Shqipëri, por une përmendi me qëllim këtë fazë që mos të dezorientohen njerëzit. Protesta duhet jetë projekt për një Shqipëri 3. Kur është Shqipëria mirë, është Kosova mirë. Kur është Kosova mirë, është Macedonia mirë, është Çameria mirë. Pra, këto duhet ke një sinkron. Tashti, unë nuk e di se ende është herët ndoshta të bim një gjykim se ashtë të shku protesta në këtë drejtim. Mirë po, aja që kisha bërë apel prej Prishtine, ju lutem, vazhdon e protestën, në protesta ka qëllime të mira, ruan e qëllimin, përdor një mjetët cilat janë fisnike dhe, si me thonë, përputhje me standardet evropiane, se Evropa është duke në mbikëqyr. Momenti kur ne futemi në labirinteve tjera cilat janë pengesë serioze për ta barsuar këtë arkitektur, atëherë ne kemi me pas probleme. Unë e uroj që kjo protest dhe përkraj fuqishëm, edhe me siguri në rast se dalë javën ardhshme edhe vazhdon, unë do t'jem atje, një qytetari thjesht, i cili me prezencën fizike do t'a përkraj. Profesor, të falenderoj shumë për bisedën dhe sidomos edhe për mesazhet kombëtare, që janë aq të nevojshme dhe domosdoshme. Janë nevojshme dhe ne, jo vetëm ne në Ballkan, por bota po pëson një krizë tektonike. Rendi vjetër po shkon, po vjen rendi i ri kërkon njerëz të ri, njerëz që kanë ambicie, kanë synim, kanë projekte, kanë ide, që janë në përputhje me këtë proces. Këtyre që kanë qenë, këtyre historia do të apërmbledh në mënyrë taksative. Gjimi kombëtar kur ka ardhur në momentin e duhur dhe nga aspekti gjeopolitik. Është e vërtet kjo, edhe ne duhet me shfrytëzu. Në rast se nuk e shfrytëzojmë me mençuri, atëherë mund ekziston rreziku që mund na infiltrohen edhe aliant kalë të Trojës, që nuk ja dojnë të mirë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Atëherë krejt projektit shtin me dyshu që infiltrimi i këtyre elementeve mënet me na pengu edhe me na e prolongu. Mirë po unë besoj që duke i parë këta tri që nuk kanë hipoteka, nuk kanë ngarkesa, as ideologjike, as politike, as morale, as etike. Njerëz që dojnë me qenë të lirë, sipas standardeve ku sundon ligji, ku ka një përfaqësim të respektueshëm, ku pushteti është diçka i përkohshëm, jo kjo ripërsëritja që i kemë, njëjtat fytyra për këto 4 dekada. Këto nuk e doron demokracia. Demokracia është një rotacion ku elitat politike paraqesin projekcionet e veta, bëhet një garë ferm, pra fillimi është i barabartë, por nuk ka lidhje me, si me thonë, me monopolet të cilat me ardhin e pushtet, çdo qeveri mundohet me kriju sa më shumë, me përvetësu nga shteti. Pra është me vjedh më thjesht, me vjedh vendin tonë, shtëpinë tonë. Kjo është një term i cili unë mendoj që kjo gjenerat nuk e ka shteliruar për kësaj hipoteke, ka një vizion fisnik, edhe unë besoj që ky vizion gjetë në funksion krijimit një Shqipërie 3, jo vetëm për shqiptarët e Shqipërisë, por gjithë shqiptarët e Ballkanit. Të falenderoj shumë, profesor. Lutem, përshëndetje nga Prishtina.